Kanë kaluar disa ditë kur një portal I paguar me paratë që vinë nga korrupsioni I qeverisë, por që punon rregullisht kundër saj, për arsye ende të paqarta një moment vendosi të punojë kundër Partisë Demokratike, duke nxjerrë kontratën e lobimit që mban dhe firmën e Flamur Nokës dhe të një ish alpinisti ish elektricist nga Tropoja. Ndoshta llogaritishin ndryshe, ndoshta u mendua si një shpërtim I kontrolluar, por duket se nuk ka qenë tamam kështu. Këtë e tregon fakti se asnjë nga drejtuesit politik të Partisë Demokratike nuk flet për këtë kontratë të nënshkruar me një firmë lobuese amerikane. Sali Berisha I pari të hënën anulloi konferencën për shtyp dhe iku jashtë. Nuk flet as Flamur Noka I cili ka vënë firmën, nuk flet as milioneri Nuredin Seci I cili thotë se është me pushime dhe se milionerët nuk flasin kur pushojnë. Sot nuk foli as zonja Topalli. Po pse asnjë nga liderët politik real Partisë Demokratike sot po është? Në fund fare lobimi në Amerikë nuk është ilegal. Fondacioni Shqiptaro-Amerikan I themeluar vetëm një javë para pagesës së parë, por gjithsesi besoj është bërë mbi baza solide legale. $6 milion që janë derdhur apo do derdhen prej tij në arkën e firmës lobuese amerikane nuk besoj se shkelin ndonjë ligj amerikan, pasi bankat amerikane nuk janë si jute kredit në Tiranë. Atëherë ku është problemi? Ose më saktë, ka apo jo problem në këtë mishmash legal e politik? Apo çështja është thjesht çështje e moralit politik të një partie e cila tha se lobimi për ta bërë Berishën non grata kushtoi $200.000, por realisht po paguan 30 herë më shumë për ta hequr atë. Në fakt, fabula e rregullimit të marrëdhënieve të Partisë Demokratike me Shtetet e Bashkuara, nëse ka një ndryshim, ndryshimi nuk lidhet me Selim Lu, por me Washingtonin. Administrata Trump, shumë e hapur ndaj lobimeve dhe negociatave jo burokratike, sot po ulet në tryeza bisedime me presidentin Putin, të cilin administrata më parshme me presidenciale amerikane e shpalli kasap dhe kriminal ndërkombëtar lufte. Në këtë aspekt, të rinisin komunikojnë edhe me Sali Berishën nuk do të ishte në një çudi e madhe. Por nëse me Putin flasin se është personi që mund ta fusë botën në luftën e tretë botërore, përse Departamenti I Shtetit duhet lërë çdo punë të merret me vizën e Sali Berishës? $6 milion ama janë dhënë ose po jepen. Dikush pra duhet të justifikojë përdorimin e tyre dhe ndoshta prandaj dhe lajmin e nxorën vetë tellallët e zmerr të doktorit. Por tani që lajmi doli dhe non grata mbeti, dikush duhet të na thotë nëse ka shkelje ligjore apo jo. Dhe me që PD hersh dhe KQZ ngresupet, atëherë çfarë duhet bëjnë organet e drejtësisë? Për këtë do flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Rrjedhor. Me mua në program janë po e nis biçemi fushat nga ata që janë kandidatë Rezar Kthubi, mirëmbrëma Mares, ekspert ligjor dhe kandidat për lëvizjen për zhvillim kombëtar Djathtas, apo jo, isha I saktë formulim? Aty, po më rregull. Aty. Numri 9 I sqaron të gjitha. Po, nise nga 9 janë rregull, po. Kësa tjetër sekondare. Brisita Gjikondi, mirëmbrëma Brisita. Avokati Mund Petra, mirëmbrëma avokat. Mirëmbrëma. Dhe I fundit por jo nga rëndësia Jordan Dati. Mirëmbrëma Jordan, faleminderit që jemi ne sonte. Jordan, atëherë po do duhet ta nis nga ty. Si e ke parë këtë çështjen e kontratës lobuese me lejen e Partisë Demokratike, firmosur nga një fondacion shqiptar amerikan, po duhet të jem korrekt me të paktën me atë që shihet. Mua nuk më duket në një gjë nga e parë kështu, nga pamja ligjore, të paktën nga New Jersey deri në Washington më duket në rregull. Pastaj nga Tirana në New Jersey nuk e di çfarë ndodh. Shkoj e para një herë, edhe po duan që ta bëjnë pa ligjshme në Amerikë se bën dot. Aq më pak kur lobimi shkon në ato nivele afër qeverisë së vendit që kujdesi është maksimal dhe avokatët e atyre që në përfshirën proces nuk lejojnë kurrë të bëjnë gabim. Por mua aq sa ne shohim nuk ka asgjë të paligjshme dhe problematike deri në këtë fazë. Sigurisht ajo tërheq interes, tërheq edhe diskutim, debat edhe të karakterit politik. Për mua pjesa më e rëndësishme që mbetet për të parë është mënyra se si do zbatohet. Kjo sepse ligji jon për partitë politike ndalon midis të tjerave ka disa kufizime duke përfshirë donacionet anonime. Pra, në Amerikë është ndaluar, duhet që për çdo mbi $250 do duhet t'i deklarosh. Por në Shqipëri ajo listë do duhet vi dhe në Shqipëri. Pra, kushdo që do të bëj dhurat apo donacione në këtë fond për këtë kontratë, ashtu siç është konceptuar, do duhet që kjo listë të bëhet publike në Shqipëri autoriteteve, jo publiku të gjerë, por autoritetet të cilat kontrollojnë financimin e partive politike. Por mua pavarësisht se ka patur diskutime nga më të çuditshmet, në dëbërit e një gjë tillë në fushat elektorale, për mendimin tim është
pjesë e financimit edhe elektoral në një farë mënyrë. Unë kështu e shoh. Kontrata është e marsit, a? E di, s'ka rëndësi. Pagesa është e shkurtit, por zbatimi ka nisur në mars. Edhe në fushat zgjedhore. S'është tamam fushat. Është pagesa 750.000 e parë është bërë para fillimit fushatës. Do paguhet prapë, se ka edhe për një muaj. E ka për 2 vjet pra do. Gjithsesi, efekti shtrihet edhe gjatë periudhës. Po në fakt keni drejtë se është paguar 750.000, pra është paguar 3 koste e parë. Përfitimi jo drejt për det financiar, po ama përfitimi bëhet edhe gjatë fushatës. Është një lloj sikur për analogji nuk do blinte lobim, do blinte reklam. Edhe reklama do paguajnë nga disa në Amerikë. Po sigurisht reklama do transmetohej për qëllime elektorale këtu. Ma merr mendje që edhe ata kanë qartë dhe siç e tha edhe vetë kreu KQZ-s, 60 ditë brenda 60 ditëve nga momenti i shpalljes së rezultatit përfundimtar, që do thotë do duhet të ketë përfunduar dhe ankimet e tjera, që zgjat si proces. Ato kanë detyrimin për ta deklaruar. Ato e deklarojnë apo jo, është problemi i tyre, po besoj që është mangë ligjore. Ligjërisht, aq sa shofun nuk ka ndonjë parregullsi ligjore. Edhe pse është një kontratë jo e zakonshme nga mënyra se si formulohet, po është tipike amerikane e lejueshme për këtë lloj formati pune. Birsita? Në fakt kam mendim tjetër. Bëjmë analizë ligjore, pastaj politike e bëjmë prapë. Në një pikë jam dakord me zotin Daci, sepse në fakt ligji për financimin e partive politike që ka të bëjë me fushatën zgjedhore, shprehet qartë që çfarë në rast se në kontratë do shkruaj që kjo shumë e madhe jepej për fushatë zgjedhore, atëherë po do kishim krim zgjedhor dhe bënte pjesë me hetimin nga SPAK-u, nga KQZ-ja. Janë treguar djallëzor, e kanë bërë si kontratë gjatë fushatës zgjedhore dhe ka të bëjë me zgjedhjet, pikërisht për të krijuar efektin elektoral tek njerëzit që ja po na hiqet njolla, ja Berisha është i pranueshëm nga amerikanët, sepse ajo është një gjyle që i rëndon vërtet mbi kuriz, por vetëm se nuk e ka shprehur në kontratën, kanë qenë dinak në mënyrën e konceptimit të kontratës. Moralisht pastaj, për mendimin tim që dëmi më i madh është moral, sepse politika... E bëjmë debatin moral, se besoj që ajo anë... Këthupi, sepse ju jeni dhe ekspertit çështjeve ligjore, apo? Unë kam 2 probleme me atë kontratën. Problemi i parë është që në gjendjen aktuale ku jemi, nuk jemi dot në gjendje të përcaktojmë nëse ka shkelje apo jo të ligjit. Domethënë, ka një shkelje të mundshme të ligjit, por që do të konkretizohet një moment më vonshëm. Ajo që ne sot nuk dim kush ka bërë pagesën e 3 kësteve të para. Që thot nëse do dinë... Nuk e din seci, është personi që ka firmosur... është garanti. Të sjarojmë 2 gjëra publikun. Kontrata është lidhur në emër të Partisë Demokratike si klient, që do të thotë si përfitues. Dhe Nureddin Seci është garant. Dhe sot, e vetmja e dhënë që ne na mungon raport me atë kontratën, kush ka bërë pagesën. Kjo e dhënë nuk ka dalë akoma. Kush është entiteti që ka bërë pagesën. Dhe në bazë kontratës janë 2 entitetet mundshme që kanë bërë pagesën. Përfituesi direkt? Entiteti parë që është Partia Demokratike dhe entiteti dytë që është fondacioni. Në rastin se pagesa është bërë nga Partia Demokratike ka detyrimin që të raportojë në KQZ listën e donatorëve që formsojnë shumën prej $750.000. Dhe këtu do të ishte... Shuma është 6 milion letër. Ajo është detyrim kontraktual. Mund mos realizohet kontrata. Se po e to dhe kontrata që mund ndërpritet... Flasim për atë që është faktike deri më sot. $750.000. $750.000 që është para paguar në momentin e lidhjes kontratës. Dhe ky $750.000 duhet deklarohet në KQZ se si është ndërtuar si financim. Kush është financuesi, emër për çdo individ që ka dhënë, ose nëse është me burimet e Partisë Demokratike, me burimet e partisë. Dhe deri këtu gjëja është e ligjshme. Përpos detyrimit që ka Partia Demokratike për të deklaruar financuesit. Në rast se pagesa është bërë nga fondacioni, jemi në shkelje të ligjit. Sepse ligji shqiptar parashikon shprehimisht që partitë politike shqiptare nuk mund të financohen nga institucionet huaja, sepse nëse do të financohesh nga institucionet huaja, këtu pastaj do të hynim në ca çështje të sigurisë kombëtare, nga cilat nuk do dilnim më. Jo, vetëm ta korrigjoj pak. Dhe vlera është jo shumë e lartë me financohet. Neni 21 i ligjit për partitë nuk lejon entet private të huaja dhe publike, apo qeverit, por lejon fondacionet, por ka një problem. Fondacionet me karakter politik dhe partit politike mund të ndihmojnë si motrat, por në këtë rast, pagesa që kalon mbi 750.000 lekë të vjetra, e thënë thjesht si limit, do duhet të xhirohet nëpërmjet një llogarie të posaçme të hapur nga partia përfituese. A është respektuar ky kriter apo jo? Jo. Por thjesht fakti se ka paguajtur një fondacion nuk përbën problem
Gjithmonë është ajo që aq sa dim ne nuk ka problem. Në koncept të ligjit do duhet ishte fondacioni një për partive si motra. Jo, edhe fondacioni. Dhe një fondacion nuk mund të përmbushi një detyrim aq të madh se ka me 1% të caktuar vlerën e donacionit. Jo, fondacioni mund të japë kush e ka bërë pagesë. Jashtë Partisë Demokratike të japi Ky është në raport me kontratë. Ligji për sponsorizimin? Nuk dim kush s'ka të bëjë me sponsorizimin. Atëre është ligji për financimin e dim garantin, po jo pagusin. Po, Petre. Shikom, çfarë shikojmë te kjo kontratë? E para njëherë që efekti kohor kur është lidhur kontrata, që ka elementin e regjistrimit të atij fondacioni që është 1 javë. Po. Elementi i dytë që është kapur si shkelje te pjesa e kontratës është adresa e selis. Që është të bias apo jo të këtij Nurettin Sesi? Ajo figuron e shitur civil, dhe është shënuar ndërkohë që ka adresën e asaj vile. Pra është shitur 1 muaj e gjysmë përpara, ndërkohë që mund të adresë. Shiko, këto janë defekte teknike, me fjalë gjëra që edhe mund të mbushen. Mund të jenë truga teknike, problemi është të truga teknike, apo është ligjore apo jo? Një sekond. Jo, në momentin e parë jo, ta mbaroj edhe këtë pjesën tjetër. Flamur Noga ka firmosur si sekretari i përgjithshëm, që normalisht e bën ai, por ka shënuar poshtë dhe si përfaqësues si koalicionit Shqipëria Madhështore. Pra janë 2 elementë të cilët. Çfarë lidhje ka kjo? Po kjo ka lidhje tani, sepse nëse ti je brenda një marrëveshje me koalicionin që ke ndërtuar, futet në një problem ligjor, sepse kjo duhet deklaruar tani në KQZ, kjo pjesë e kontratës. Po kjo deklarohet më pas apo? Shiko, patjetër. Shiko, ka 60 ditë pas asaj. Jo të saksoj diçka, sepse ky koalicion është koalicion zgjedhor. Ka bërë autogol, plus që zoti Duka ka dalë sot, si një nga krerët koalicionit, dhe ka thënë, unë nuk di asgjë fare, tani po e marr vesh. Sepse rrezikojnë të gjitha tani. Ka bërë dhe autogol. Ju votoni që kjo marrëveshje duhet kishte firmat e gjithë koalicionit. Jo, autorizimi. Jo vetëm kaq. Përfaqësuesi kryesor i autorizuar. Nëse para jo është vetëm për koalicionin zgjedhor. Nëse është koalicioni zgjedhor, atëherë tregon që ka përzgjedhjet, pra nuk është për non gratën. Në atë kontratë aq sa dim ne, e thamë të drejtë. Kaq sa dim ne, se ne nuk mund të fusim fallë. Jo, ne s'po themi tani që kontrata është e paligjshme dhe ajo ka vlerë. Ajo e koalicioni. Ato e kanë bërë mirë që e kanë fut, sepse për sa kohë ti jenë fushat zgjedhore dhe kanë menduar për nesër, detyrimisht ti do thuash se ti je pjesë e një koalicioni. Pra, ti njofton e ke detyrim dhe ndaj atij që ta jep. Por nuk ka asnjë parregullsi. Një sekond. Ka bërë autogol, ai thotë se kanë përzgjedhje. Një sekond, ka vetëm një problem zoti Dasi. Kjo çështja do t'ju pyes pak më vonë për të, është sigurisht do të verifikohet KQZ deri në 60 ditë pas përfundimit të procesit. Një sekond. Por natyrisht do të diskutojmë pak, do ju pyes pak më vonë nëse SPAK duhet ndërhyjet hetoj apo ajo njësia e famshme që ka zyrën KQZ. Një sekond. Problemi është tu, pse e shohim problem me reagimin e zotit Duka nëse ai ka reaguar, sepse nesër pas nesër, nëse hapet çështja dhe hetohet temi ligjërisht, penalisht, quheni si doni, administrativisht, këtu përgjegjës nuk është vetëm zoti Noga. Këtu i bie që përgjegjës tjetë zinxhiri i koalicionit. Vetëm është Partia Demokratike. Thjesht për efektet të lidhjes që ka. S'ka asnjë përfaqësim. Ajo po, përfitimi që shikojmë ne, sigurisht është vetëm Partia Demokratike, por nga ana ligjore, pse kur del emri aty, unë do të bëj diçka me zotin Daci. Vetëm një gjë. Ju thatë në fillim fare, ju dëgjova mendi që ky kontratë nuk ka asgjë kur të kapet sepse nuk është shprehur fare për fushatën zgjedhore, është shprehur për procedurat e zotit Berisha si non grata. Ndërkohë që firma është Berisha thuhet për marrëdhëniet e demokracinë për qytet. Ka efekt zgjedhor, duhet të nënshtrohet deklarimi. Në fund atëherë. A e bën ose bën është problemi i tyre. Në fund thjesht që ka vënë që ka folur dhe në emër të koalicionit zgjedhor, kam përshtypjen se kjo patjetër që penalizon, nuk është pa gjë. Ja vetë si avokat kur shikon një akt penalizon për çfarë kuptimi? E bën një kontratë me efekt zgjedhor, po të them. Do duhet që fillimisht që e bëjnë pa ligj. E bën një kontratë me efekt që as për Partinë Demokratike është e bën një kontratë me efekt zgjedhor. Kam përshtypjen edhe koha e firmosjes së kësaj kontrate ndoshta nuk përkon me krijimin e koalicionit, ekziston mundësia. Ishte krijuar. Kontrata firmosur në 4 prill. Në 11 është
bërë koalicioni, që janë dorëzuar pjesë e koalicioni. Ku janë dorëzuar, po. Jo, e pritë se do të kapë rasi element, se të Ka kapë dhe një mos tjetër. përputhe, se aty në anglisht thuhet make Albania great again, dhe që nuk përkthehet domosdoshmërisht Shqipëria madhështore. Por i referohet fondacionit, nuk i referohet pikërisht s'ka fare në koalicionit. Një pyetje kam u këtu. Është kamuflazh. Edhe si e shikoj dhe unë, duhet të gërmosh qesh gati gjithporën kasht nga pikpamja ligjore. Unë mendoj që e kanë kopsitur shumë mirë. Por këtu pyetja është, a mund të hetojnë organet Dyshime dhe mija ke kjo pjesë e kopsitit. Jo, e kanë kopsitur domethënë në limite, më duket mua, po jam me dacin që është vështirë ta kapësh. Jo, sot që flasim për mua s'ka, më thonë, nuk Për momentin ketë të fare. Për moralin flasim pak më vonë. Por pyetja ime është, unë kam dyshime, ose më saktë, unë kam dyshime nëse edhe SPAK mund të hetoj për këtë çështje. Jo, ai SPAK mund të hetoj, patjetër. Nuk i merr SPAK-u bën verifikimet e kësaj, ai verifikon. Bën verifikimet e para normalisht. Ka një gjë. SPAK-u do ta kishte shumë thjesht çështjen nëse PD-ja në momentin që kishte nënshkruar kontratën bënte edhe deklarimin e fondeve dhe burimit të fondeve. Sa kohë ky informacioni nuk është publik, SPAK-u s'është edhe i detyruar të bëjë deklarimin e fondeve, me fjalë. Si ka detyrim ligjore. Më prapa po. Nuk them që është i detyruar, por ama lë hapësirën që çdo institucion që do të marrë informacion me burimin e fondeve, ta kërkojmë. Pra mund ta bëj këtë përpara, mund ta bëj përpara deklarimin e ata kanë afate ligjore për ta bërë 60 ditë pas SPAK-u ka të drejtë, SPAK-u ka të drejtë të bëjë. SPAK-u e ka të drejtë, ka gjithë tagrin, po, që tani të bëj verifikimet e duhur. Kur ka dyshimet të arsyeshme, e fillon dhe kryesisht e merr si procedim. Po. Fakti që doli nga burime pranë Partisë Demokratike, pra ishte një, ose më saktë, ishte një përpjekje për të bërë një shpërtim që quhet në gjuhën me ushtarake shpërtimi kontrolluar. Pra kur ti e di që ka i bombë, po i largon njerëzit dhe pastaj çon ato robotin edhe ai e shkrep bombën. Por SPAK-u ka të drejtën funksionale të verifikojë. Nuk do të thotë që pse verifikon do të bësh regjistrim veprës penale se s'bën. Verifikon, nëse gjen element, bën një regjistrim. Që bën verifikime dhe nuk i merr lekë për të kontakton, merr gjithë dokumentacionin e nevojshme ose palët që janë të përfshira. Palët që janë të përfshira. Po unë kam ajo që më ndoshta kjo kthupi është ky segmenti që thoni ju i pagesës. Pra kush ka paguar në Shqipëri. Vetëm gjengjet pagesa. E vetmja paqartësi në raport me kontratën. Mbetet për tu verifikuar më. Mbetet çështja kush paguan. Dhe kush paguan, ngre dhe paqartësi tjetër që fondet janë të lishme apo janë të palishme. Kush është ai që paguan, si ka burimin e fondeve. Çfarë fondi palishëm në këtë rast? Çdo fond nuk i verifikon dot burimin e tij. Ka një problem, nuk është vetëm investicioni. Mund të jenë biznesmen që paguan. Ky transaksioni nështrohet. Është kaq e thjeshtë kjo gjë. Ky transaksioni nështrohet dhe verifikimeve të tjera që kanë të bëjnë me financimin, parandalimin e financimit të terrorizmit, pastrimit paras, të cilët veprojnë vetvetiu për te fakte se është pjesë zgjedhore apo s'është. Kështu që për sa herë ka qarkullim mjetesh monetare, gjithmonë, sidomos kur përfshihet dhe organet politike, dhe këto verifikime nuk ka nevojë që të merren leja apo të deklarosh ti, ato bën vetvetiu. Mund të jap një shembull? Po.